E pra të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV për të komentuar të gjitha bisedat që në fakt po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Besoj që ju ka rënë në sy një bisedë që po ndodhen ditën e sotme në verandë, teksa Loredana dhe Jozi po kënaqen, po e shijojnë këtë diellin që herë na vjen e herë na shkon, po bisedojnë dhe për marrëdhënien e tyre duke luajtur egoistin që të dy. As Loredana nuk lëshon pe, por as Jozi nuk lëshon pe. Do të thënë nga dashuria e bukur që kishin, nga emocionet e bukura që kishin, nuk largohen, por në dos të xhelozisë, do të thënë si vjen ofendimi në një dashuri. Ofendimi në një dashuri i këtill vjen kur ti e do shumë dikë. Dhe kur të vjen inat që ai apo ajo nuk ta var, ashtu do të thënë të duket ti, dhe fillon edhe ofendon në kuptimin që po të isha edhe një herë nuk do isha marrë me ty, po të isha edhe një herë nuk do të kisha përzgjedh ti ke lozur me mua, ti më ke përdorur mua, ti je një banor i dobët e ke këtë linë të jetës etj. Do me thënë janë biseda që Loredana dhe Jozi po bëjnë. Po të shohim këtë lidhje me detaje, është një lidhje që edhe gjatë kohës kur debatojnë, Loredana është ajo që bën gabime në mënyrën se si shprehet, përfundojnë në shaka dhe përfundojnë në humor. Pa marrë parasysh që kanë debat, pa marrë parasysh që kanë diskutim, duke ofenduar njëri tjetrin që ti je një mashkull kot, ti je një mashkull zero, nuk e di pse nga të gjithë këto meshkujt ty të mora vëmendje, nuk e di pse nga të gjithë këto meshkujt ty ta mora zemrën. Janë këto fjalët e Loredanës që ja thot shpesh herë dhe ja thot sot ja thonte Jozit, por njëkohësisht edhe Jozi i thot që ti je pika e fundit, unë nuk merrem fare me ty, do të thënë gjëra të këtilla që automatikisht të jep mendimin që ky çift do të ndahen. Loredana i thot Jozi që ti mua nuk më do dhe më ke përdor, i thot për lojë, sepse ti nëse nuk do më kishe mua, do të ishe një banor shumë i dobët në shtëpi, ndërsa dhe Jozi po thot të njëjtën. Tani, ose ka patur një dashuri mes tyre, ose është një strategji që këto të dy të largohen mes njëri tjetrit dhe tani kur do dalin jashtë do hapin një kapitull të ri të jetës së tyre. Një rrugtim të ri edhe për këtë jam shumë i bindur sepse ashtu siç Gjesti dëshiron të ndërtojë karrierën, famën e tij etj. Dhe Jozi ka hyrë në këtë Big Brother për sa më shumë koncerte, për sa më shumë mbrëmje. Tani nuk e di në qoftë se ka arritur që t'i merr për faktin sepse ka përdorur një dozë negative të karakterit të tij dhe doza negative e karakterit jo që është e pëlqyeshme tek publiku shqiptar, por gjithsesi u pëlqye në rihyrjen e tij të dytë për marrëdhënien që ndërtoi me Loredanën, apo shkurt e shqip për memet që po bënin me Loredana Bratin. Dhe për këtë gjë, sot çifti po grindet, por janë ngrindur dhe natën e mbrëmshme dhe ditën e djeshme të pardjeshme. Zakonisht këtë javë janë gjithmonë të grindur dhe të ndarë. Loredana i thot shpeshherë që ti nuk do merresh dot më me mua, unë jam betuar që nuk merrem më me ty, jemi të ndarë, por gjithsesi ato ndajnë kohën 24/7 me 1. Pas gjithë kësaj ngjarjes, nuk e di më ky çift nëse do të jetë bashkë apo jo. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë raport, si e shikoni ju këtë ndjesi dhe çfarë prisni ju prej këtij çiftit. Mendoni që Loredana dhe Jozi do vazhdojnë dashurinë e tyre edhe kur do dalin nga Big Brotheri, apo e gjithë ky kapitull do mbyllet po këtu dhe nuk do të vazhdon asnjë gjë?